Shqipëria ka mbyllur një fushatë të suksesshme kualifikuese për botrorin e vitit të ardhshëm duke siguruar vendin e dytë në grup, për herë të parë në histori kuqezin do të luajnë në play-off aty ku do të synojnë që të arrijnë grupet e botrorit dhe për ta bërë këtë duhet që fillimisht të kalojnë Poloninë dhe më pas fituesin e çiftit Suedi-Ukrainë. Kuqezinjt janë në formë të mirë dhe të shumt janë legionarët tonë që në Europë bëjnë paraqitje nga më të mirat, duke lënë gjurmë me asist dhe gola të shumt. Madje në Serinë A dhe në Serinë B, por flitet çdo ditë më shumë për talente nga Shqipëria, ashtu siç po ndodh në Championship apo dhe në kampionatin turk. Silvinho do të ketë një punë të vështirë për të bërë pasi në këto 4 muaj që kanë mbetur trajneri brazilian duhet të zgjedhë lojtarët që mund t'ju besojë kualifikimin për në SBA dhe është i qartë se duan emra që mund të përballojnë 180 minuta apo edhe më shumë në rast të shtesave. Sa kaq në këto eliminatore ka pasur afrime të shumta ndërkombëtare dhe megjithse në ndeshjet e fundit munguan risitë, sërish janë shumë lojtarë që nuk kanë mundur të debutojnë në asnjë ndeshje kualifikuese të këtij botrori. Kështu 8 prej tyre kanë qenë me kuqezin, por nuk janë aktivizuar në asnjë sfidë dhe madje shpeshherë kanë përfunduar dhe në tribunë duke mos qenë në preferencat e brazilianit për në vazhdim të sfidës. Silvinho ka sjellë emra të rinj në skuadër dhe disa prej tyre kanë qëndruar në stol për ndeshjet që Shqipëria ka pasur duke mos iu dhënë hapësira. Kështu Klisman Sake i afruar në ndeshjet e tetorit dhe nëntorit mori minuta në miqësore, por në asnjërin takim zyrtar nuk u aktivizua në fushë. E njëjta situatë ndodhi dhe me Dajsinanin që tashmë është portieri i dytë. Gardiani Ignatias nuk ka luajtur në asnjë ndeshje zyrtare dhe megjithse në Angli u dëmtua Strakosha, vendin e tij e zuri Kastrati, ndërkohë që në të njëjtën situatë ka qenë dhe Alian Sherri që ka munguar kohët e fundit për shkak të mtimi, apo edhe gardiani tjetër Simon Simoni. Adrian Bajrami është emri më i lakuar i kohëve të fundit, duke qenë se mbrojtësi që u grumbullua rregullisht nga Silvinho, madje edhe duke u aktivizuar në miqësore, vendosi të largohej për të luajtur me Zvicrën. Fakti që Bajrami nuk luajti asnjë minutë lejoi që të ndronte skuadër. Ndërkohë Enis Çokaj dhe Kristian Shpendi janë 2 lojtarë të tjerë që kanë qëndruar në stol duke mos marrë minuta në këto kualifikuese dhe ndoshta për të lënë dhe gjurmën e tyre. Rasti më i veçantë natyrisht mbetet ai me Tom Berishës, mesfushori i Lecces, po shkëlqen në Serinë A duke u shpallur dhe 3 herë lojtari më i mirë i muajit, por trajneri Silvinho nuk e ka preferuar në këto kualifikuese. Më interesante bën fakti se lojtari u aktivizua në Europian duke qenë surpriza e madhe në listë, teksa nuk u preferua këtë radhë. Gjatë këtyre kualifikueseve ka pasur dhe futbollistë të tjerë që janë grumbulluar nga Silvinho, por kanë luajtur vetëm miqësore dhe në ndeshjet zyrtare kanë përfunduar në tribunë. Të fundit ishin Maldini Kacurri, që erdhi nga Arsenali në ndeshjen ndaj Gibraltarit e Letonisë. Në miqësore luajti, por me Letoninë qëndroi në tribunë duke mos e pasur emrin as në protokoll. Në të njëjtën situatë ishte edhe Nazmi Gripshi, mesfushori i Astanës luajti me Jordani në miqësore, teksa pak ditë para ndeshjes ishte në tribunë për sfidën me Serbinë, e fituar nga kuqezinjtë me rezultatin 0-1.